Miq, I kam studiu këtë ditë bilancet, raportet vjetore të bankave të Kosovës edhe kam ardhur të një shifër skandaloze. Dhe thotë bankat e Kosovës I kanë dërgu plot 650 milion euro investime jashtë vendit. Pra, një farë mënyre, ju kanë dhënë kredi, kanë blerë letra me vlerë në vendet të ndryshme, kryesisht të Bashkimit Evropian, mos vetë. Dhe thotë, po flasim për një sistem alarmant, pasi që ato pare në vend mu përdorën në Kosovë, me zhvillu Kosovën, bankat me shumic I qojnë jashtë. Pra, konkretisht, se po du më konkret, mësë më thonë masanerje ka spekulen. Banka Raiffeisen ka dërgu mas shumëti pare jashtë, me letra me vlerë, 213 milion euro. Pastaj rreth afër 170 milion euro I ka dërgu banka kombëtare tregtare. Pastaj e treta me radhë është ProCredit banka, e cila ka dërgu dikon 128 milion, ndërsa e katërta NLB-ja që I ka dërgu dikon 123 milion euro, edhe banka tjera qytetërisht janë shumë më mirë, është Tebi që I ka dikon letra me vlerë 40 milion euro, por 10 milionve që I ka jashtë, ndërsa 30 milion I ka blenë në Kosovë. E kështu me radhë, më thonë banka tjera, banka ekonomike ka blenë veç bonet Kosovës. Mirë po, çka është edhe më skandaloze në këtë rast. Këtu 650 milion euro. Janë të I dërgu, janë të morë kamata dukshëm më të vogla, janë të I nshu këto pare jashtë me kamata dukshëm më të vogla, se sa në Kosovë, bonet e thesarit, letrat me vlerë, aktualisht në vendet e Bashkimit Evropian janë dikun 2-3%. Ndërsa, sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma mesatare e kamatave në Kosovë është për vitin 2024, pra ka qenë 5.9%. Dhe më thonë ma tepër se 2 fish. Imagjino qysh veprojnë të banka. Neve, pare tona, na I dhonë shumë ma shtrejt, ndërsa pare tona I qojnë jashtë edhe ja I dhojnë tjerëve shumë me kamata shumë ma të lira. Kjo nuk dënë koment. Faleminderit.